Hajde prapë le. O gen. Hajde le atë. Ti e ke kriju që të lëvin kur, që janë kur. Ti e ke kriju. Edhe të është të merë përgjësi për të... Dikush e ka kriju e dikush i shërbene. Hajde mësë në penga aktivitetet publike, so pak. Që shpeshene jemi para zyrës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëjtë si kur të PDK-ja edhe të LDK-ja e prum kartelen e antarësisë, sepse për neve edhe kryetari Abdi Gjiku, po dhe LDK-n e ka shëndru në një degë të vetëvendosjes. Ato që i thamë ma herët. Çka mundëm me shtu për LDK-n, është se ky kryetar, me qasjen që e ka, i ashpër ndaj kundërshtarëve të mbrëmshëm politik, e tepër i butë, për mos me thonë servel, ndaj kryeministrit të Kosovës. Pra, kom të i thy, të lyp me abo një zgjidhje për mos më shku në zgjidhje. Po krejt Kosova i ka lut partit politike, LDK-n veçanti, bele dhe vetëvendosja e lut ke LDK-n, hajde ta bojmë një koalicion, ty dhe i ke jo. Tash, pse po dhe tash vynë stabiliteti institucional? Një vjet nuk na vda stabiliteti institucional. Sepse kanë llogarit që Albin Kurti me blokada bjen, e këta rritën e marrin hise pak më të madhe. Prandaj kjo qasje e opozitës është naive dhe është vetëm për interesat ngoshta. Mos mendoni që se din këta. As çka kanë bo, as çajnë të bu. Po na duhet më konë, qytetarët e Republikës Kosovës, Partia Social-Demokrate, antarët e LDK-s, PDK-s, kom gulc që mi majt për gjeqës. Sepse dhe njëherë po thëmë, nuk është çështje një emri të presidentit. Nuk është çështje e emrit të presidentit. Çështja është që kjo i shërben që ti pushteti. Mas 4 viteve më rrim në pikën ku kemi me fol për damet që shkaktohen. Qoftë ajo Vjosa Osmani ose dikush tjetër. Prandaj besoj që është mirë qytetarët e Kosovës me kuptu të vërtetën edhe të LDK-s edhe të PDK-s. Kur gjo ma shumë se sa mja kriju përshtypjen qytetarëve të Kosovës që ka demokraci. Nëse ja zgjedhin kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin, e presidentin, e gjykatën kushtetuese, e kryeprokurorin, çfarë demokracie ka? Edhe me mundësinë e tyne. Edhe e fundit. Vendi duhet me shku në zgjedhje e jo me ja zgjedh presidentin. Populli i Kosovës nuk ja ka jap 80 deputet Albin Kurti për me zgjedh presidentin. Populli i Kosovës ja ka jap 51% me zgjedh kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Let ja jap populli. Pse pja jap ti në emën popullit? Kërkush nuk e ka votu LDK-n dhe PDK-n me votu presidentin ashtë. Kërkush iq? Asnjë njeri që ka votu këtë partisë ja jap. Pse duhet ta më jap? Ta nuk jënë të jap për neve, ta jënë të jap për veti. Me rujt që të pozita që i kanë. Prandaj, është betejë e rëndësishme, është luftë e rëndësishme të cilën duhet me bo bashkë.